Nuk është hera e parë që liderët shtetëror në Kosovë përballen me kërcënime. Kësaj radhe, presidenti Vjosa Osmani ka qenë objekti një kërcënimi serioz përmes një mesazhi që ka arritur në adresën zyrtare të presidencës. Emaili kërcënues është dërguar më 15 prill, pikërisht në ditën kur presidenti nisi konsultimet me liderët e partive për të gjetur zgjedhje për ngërçin politik. Në mesazh përdorshin fjalë fyese, gjuhë kërcënuese dhe aluzione për dhunë fizike. Rasti është raportuar dhe autoritetet kompetente kanë nisur hetimet. Deri më tani nuk janë dhënë detaje shtesë për dërguesin apo për motivet e mundshme. Avokat Gazmend Halilaj ka thënë se kërcënimet ndaj presidentes Osmani përbën një akuzë shumë serioze. Ai thotë se sipas kodit penal të Kosovës, ai mund të kualifikohet si kanosje ndaj personit zyrtar dhe varësisht nga rrethanat, edhe si cënime rëndët kushtetues. Rasti kërkon hetim të shpejtë dhe trajtim të rrept institucional. Ngjarja e raportuar së fundmi kur presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani është kërcënuar me jetë përmes një mesazhi dërguar në adresë të presidencës, është një akt jashtëzakonisht serioz që cënon jo vetëm sigurinë personale të kryetares së shtetit, por dhe vetë stabilitetin institucional dhe rendin kushtetues të vendit. Tutja i thotë se hetimi i kërcënimit ndaj presidencës është një kompetencë e policisë, AKI-së dhe prokurorisë, të cilat duhet të identifikojnë autorin, të verifikojnë burimin e mesazhit dhe të vlerësojnë rrezikun real. Sipas avokatit, kërcënimet të tilla mund të jenë pjesë e përpjekjeve të destabilizimit politik, veçanërisht në kohë krize dhe tensioni. Eksperti i sigurisë Drizan Shala është shprehur se rasti paraqet një sfidë serioze për sigurinë kombëtare dhe kibernetike, duke kërkuar reagim të koordinuar interinstitucional. Ai thekson se kërcënimet përmes webfaqes zyrtare të presidencës nënkupton nevojën për analizë të trafikut nga IT-ja në bashkëpunim me hostin. Tutje shton se nëse IP-ja është vendore, duhet të kërkohen të dhëna nga ISP për identifikimin e dërguesit. Në rast përdorimit të VPN-ja apo Tor, hetimi bëhet më kompleks dhe kërkon ndihmë nga agjencinë ndërkombëtare. Ky rast përbën një incident serioz të sigurisë kombëtare dhe kibernetike, duke qenë se përfshin kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj presidentes së Republikës së Kosovës përmes një kanali zyrtar komunikimi. Një kërcënim i tillë mund të trajtohet thjesht si një rast penal individual. Një kërcënim i tillë nuk mund të trajtohet thjesht si një rast penal individual, por si një sfidë për kapacitetet e sigurisë kibernetike të institucioneve shtetërore. Kjo e ngre rastin në një nivel të lartë urgjence dhe kërkon koordinim të plotë ndërinstitucional, IT-t, zyrtarët, inteligjenca, policia dhe prokuroria, është shprehur ai. Shala thotë se dhe përdorimi i platformave të jashtme për dërgimin e mesazheve nga formularët e kontaktit paraqet rrezik serioz për sigurinë kibernetike.